Përshëndetje, sot data 13 dhe është një energji shumë e fuqishme për të lënë çdo gjë të vjetër dhe të fillojmë diçka të re. Prandaj sot kam vendosur që të bëj këtë video, që të jap këtë lajm të bukur për të gjithë ju që më shkruani dhe jeni shumë dhe ju falenderoj, dhe ju që keni punuar në privat me mua dhe me grup, po gjithashtu dhe ju që nuk keni punuar akoma fare. Kam vendosur të bëj një rubrikë në YouTube me të gjitha historitë e grave që kanë heshtur, që janë zhgënjyer, që janë tradhtuar, që kanë vuajtur, që kanë probleme shëndeti në këto momente, probleme me partnerët, probleme me vjerën, me çfarë do problemi që keni kaluar deri tani, cilat kanë qenë vështirësitë, dhe do dërgoni historitë tuaja në emailin tim. Do ta gjeni këtu në kjo video dhe në përshkrim në YouTube. Do jenë sekrete, vetëm unë do t'i lexoj, dhe kur të bëjmë rubrikën do ta zgjedhim këtë një herë në javë, do bëjmë një rubrikë në të cilët do jepen zgjidhje, do zgjidhet historia që është më e fuqishme dhe në bazë të asaj, sepse historitë tona ngjajnë o gratë të bukura. Dhe në bazë të asaj do jepen dhe terapi dhe zgjidhje, çfarë duhet të bëni. Prandaj ju ftoj të gjithave pa përjashtim të filloni të hapni zërin, të hapni atë, sepse më shumë në shqiptarë, së mos gratë, kemi problem me tiroidet. Kjo ka të bëjë me çakrën e 5, që do të thotë që ne çdo gjë e kemi përcjell. Por u frymë me zor, sollën probleme shëndetësore dhe ndaj jam këtu t'ju dëgjoj. Është rubrika Zëri i gruas, sepse unë jam ajo gruaja që jam lindur në 8 mars, që është dita e grave, dhe jo thjesht Zoti më zgjodhi dhe unë si shpirt zgjodha të zbres në Shqipëri dhe të lind në ditën e gruas. Ndaj jam këtu për të gjithë juve që nuk keni mundësi të bëni terapi private ose terapi në grupe ose me pagesë, për të gjithë ju që keni nevojë për të marrë guximin dhe të gjejmë një zgjidhje. Gjithashtu shikoni dhe bëni regjistrim në YouTube Flutra me Fat 333, se keni shumë video dhe tani kam filluar dhe do jap më tepër informacione për bllokimet tuaja në bazë të ditëlindjes, për talentet tuaja, talentet e fëmijëve, karakterin tuaj, çfarë mundemi, shëndetin kush ja bllokoi, depresionin kush u sjell, kush është qëllimi juaj, misioni juaj. Më shkruani dhe juve çfarë keni dëshirë të dëgjoni nga mua, të shikoni dhe të bashkohemi së bashku. Gjithashtu jam këtu në dispozicionin tuaj, kudo që jeni, në shoqata dhe institucione të ndryshme, kudo që jeni në Shqipëri, në përfshatra, në përqytete, në Tiranë, në përqytete të mëdha, të mblidhemi të gjithë bashkë dhe të flasim pse na ndodhin këto dhe si mund të bëjmë pranimin dhe dashurinë për veten. Dhe kudo që jeni në tërë botën o shqiptar, sepse unë jam në këtë mision dhe jam në misionin për të ndihmuar dhe të zgjuar njerëzit që të dinë pse erdhën, çfarë erdhën të bëjnë dhe ku do shkojnë. Dhe dua t'ju them, ka zgjidhje në çdo problem që ke. Dhe duhet të mësosh pse të ndodhin të gjitha këto mashtrime, gënjeshtra, tradhtira, probleme ekonomike, financiare, të gjitha probleme shëndetësore, të gjitha. Jam e gatshme me metodat e mia, me përvojën time dhe çdo gjë që e bëj nga shpirti im. Por nuk mund të ndihmoj as edhe një person që nuk është gati të ndihmoj veten e tij dhe nuk do të shikoj ose nuk reziston për ndryshim. Edhe këtu është okej ai që nuk mundet ta bëj këtë, sepse mbrapa kësaj fshihet një mësim. Por unë flas për ju që jeni gati. Dhe thash, ju mirëpres të më shkruani historitë tuaja në email. Ata persona që nuk munden ose s'kan email, mund të më shkruani në Viber, në WhatsApp historinë tuaj dhe në Telegram.
jeni të mirëpritur. Jeni të mirëpritur të gjithë pa përjashtim. E kam fjalën për gratë, sepse ato kanë mbajtur peshën kryesore, por nuk përjashtoj as edhe meshkujt, sepse ka dhe shumë meshkujt që nuk janë shprehur, i mbajnë gjërat nga brenda dhe nuk kanë atë, nuk ndjejnë akoma autoritetin e tyre, nuk vejnë dot kufinj, çfarëdo që ju ndodh. Më thoni historinë tuaj, akoma dhe në qoftë se ju ka ndodhur ndonjë përdhunim, ndonjë ngacmim seksual, akoma dhe ngacmimi me të parë, të gjitha, gjini një person që ta shprehni dhe të shikoni që kur të fillojnë dhe të shkruani. Dhe kur të arrijmë që të punojmë të gjithë së bashku si komunitet i të tëra grave, të bashkojmë duar, të bashkojmë zemrën, të bashkojmë fjalën dhe të gjitha së bashku mundemi. Ju dua shumë, ju përshëndes dhe mos harroni që dhe mua që më shikoni këtu dhe që ju jap kurajo, kam kaluar shumë probleme që kujtonja që nuk do t'ja dilja mban. Por me punë të përditshme, me veten time dhe kur kam arritur të vej kufinj, të jetoj për veten time, akoma dhe ky qëndrimi këtu në bar, që të shikoj flutrat, lulet dhe vinë për herë flutrat më vizitojnë, sepse kjo ishte dëshira ime që e vogël, të mos kisha prokupime dhe të mundesha të ndihesha në harmoninë e ekuilibër me natyrën. Dhe dilni në natyrë o njerëz, akoma dhe ju që keni bujqësi në fshat, ju ndihmon shumë puna e bujqësisë, është lidhja me tokën. Kemi ardhur nga qielli, erdhëm këtu në tokë dhe duhet ta pranojmë. Toka ka vështirësi, ka mësime, ne zgjodhëm veten tonë, të zbresim në tokë dhe tani jemi bërë pishman shumë njerëz dhe unë kam qenë një nga ato. Ju flas nga zemra që gjitha të herë thosha më mirë të largohem nga kjo jetë se sa të qëndroj, sepse kalova shumë vështirësi edhe mundohesha të isha e mirë. Po kjo që e problemi im, që isha më e mirë se ç'duheshe dhe njerëzit më morën për të mirëqenë dhe vuajnja duke mos vënë kufi. Sepse kur ve kufi, largohen dhe shumë njerëz që i ke dhe të afër. Prandaj, këtu jemi që t'i bëjmë të gjitha së bashku, të vejmë dhe kufinj dhe në mënyrë të shëndetshme dhe mos e sëmur më trupin tënd. Atëherë ju mirëpres dhe të gjitha së bashku do shikoni që gjërat do ndryshojnë, do vi harmonia, gëzimi. Të shikoni, jam drejtë në tokë, bëheni dhe këto ushtrimet, qëndroni në tokë në qetësi, jepni vetes tuaj të paktën 10 minuta vetëm në qetësi, mbyllini sytë dhe shikoni ku në shpirtin tuaj, në trupin tuaj është një bllokim. Dhe shikoj në tërë këtë fushë dhe më pëlqen që të rri këtu në tokë, kam ecur, kam ballëzuar për veten, kam bërë këto video, sepse kjo është ajo që mua më pëlqen. Dhe nuk është nevoja të pëlqejmë nga të tjerët. Një grua duke më parë një cift që po ecnin, që loa një vallëzonja, edhe më thanë bravo. Më thanë bravo se jetoke për veten tënde. Do më thënë, ka shumë njerëz që thonë bravo kur të shikojnë, ka dhe njerëz që thonë kësaj ka lëvizur truri. Sepse ne akoma qëndrojmë në kritikë dhe në thashetheme o njerëz. Nuk jetojmë për veten. Mendoni që si kush që të bënte atë që dëshironte vetë, sa i plotësuar do ndiheshe. Dhe s'kishte pse të merreshe me thashetheme me tjetrin, sepse ai kishte bërë atë që donte. Dhe kur ne lejojmë dhe të tjerë të bëjnë atë që duan, kështu vjen lumturia. Prandaj largojmë kontrollin. E di pse kemi kontrolli vjen nga frika, por nuk është më nevoja. Të gjitha këto do t'i mësojmë së bashku, jam këtu për të gjithë ju që doni vërtet të bëni ndryshim. Edhe unë e pata shumë të vështirë të bënja ndryshim, rezistova dhe unë, po më në fund ja dola. Ju dua shumë, do gjini emailin këtu dhe numrin e telefonit tim, shpërndajni këto video sepse dikush tjetër ka nevojë të nxjerrë, të flasi atë dhimbjen shpirtërore.